Dje në mbrëmje pas namazit të jacis, në ambientet e Myftinisë së Kërçovës u zhvilluan zgjedhjet kolektive për përbërjen e re të Myftinisë për periudhën 2025-2029. Takimin e hapi Myftiu i Kërçovës, Qamil Efendi Rushiti, i cili falenderoi anëtarët e Komisionit Qendror, imamët si dhe këshillat e xhamive për pjesëmarrjen dhe angazhimin e tyre në këtë proces zgjedhor. Njëkohësisht ju shpreh mirëseardhje ose takim të Këshillit të Xhamatit pranë Muftinisë së Kërçovës në përbërje të imamëve të Muftinisë së Kërçovës dhe kryetarëve të këshillave të xhamisë. Ju falenderoj për prezencën, për kohën që keni ndarë, për të marrë pjesë në këtë takim, i cili për nga karakteri është shumë i rëndësishëm, për arsye se nga ky takim do të dalë edhe përbërja e re e anëtarëve të Muftinisë së Kërçovës. Do të thotë ne i nënshtrohemi në procesi zgjedhor i vendosur nga riaseti i pasisë fetare islame. Zgjedhjet u mbajtën në prani të 64 delegatëve, përfshirë imam dhe përfaqësues të këshillave të xhamive nga territori i Myftinisë së Kërçovës. Procesi zgjedhor u zhvillua sipas procedurave të parapara, ndërsa punimet u drejtuan nga Komisioni Rajonal Zgjedhor. Pas përfundimit të votimit dhe numërimit të votave u shpallën edhe emrat e përfaqësuesve të zgjedhur në Myftininë e Kërçovës, si dhe delegatët që do ta përfaqësojnë këtë myftini në Kuvendin e Basisë Fetare Islame. Mirëpo me që ishte proces i tillë, u munduam që t'jemi korrekt deri në fund. Falenderoj Komisionin Qendror, falenderoj Komisionin Rajonal, ju uroj të përzgjedhurit, unë mendoj që ishte korekte, ishte në formën më të mirë të mundshme, bashkëpunimi nuk do të mungoj, dhe si rezultati i kësaj do të thotë dalin 5 emra që janë zgjedhur anëtarë të ri të Këshillit të Muftinisë, ose anëtarë të Muftinisë, do të thotë Adi Beshiri, Murat Huseni, Ilmi Kadriu, Seferi Bishi, janë do të thotë dhe Rubejt Abdulkerimi janë anëtarë të ri të Muftinisë së Kërçovës.